I gjithë kombi shqiptar, sidomos gratë, e kanë këtë problemin e marrjes. Din vetëm të japin sa ashtu janë mësuar. Për shembull, në kohët e vjetra, gruaja priste, përcillte 20-30 vjet, edhe thoshin këtë shprehjen tipike që unë nuk e duroj dot këtë shprehje. Ja bën shtëpisë tënde. Ja bën shtëpisë tënde respektin. Kujt shtëpie, mureve, të duar trokasin muret kur ti pret 30 vet të cilët nuk të respektojnë lodhjen tënde. Kjo është absurde. Domethënë, duhet jepte, mund të mos kishte për të ngrënë për të, po duhet t'i ofronte të gjithë, ose duhet haj burri. Po pse duhet haj burri? Se kuptoj. Pse nuk duhet haj gruaja? Që është natyrë më e brisht, që ka një fëmijë për të mbajtur në kurriz, që mund të jetë shtatzan. Pjesa më e mirë duhet t'i kaloj burrit, ushqimi më i mirë burrit, përkujdesja më e mirë burrit. Po pse? Po burri është shtylla e shtëpisë. Mos flas këto. Më mirë mos flas, dorëzohem këto.